إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أما بعد falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe selamat I dërgoi Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik, edhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamat, jemi edhe më tej në muajin Sha'ban, I cili muaj është muaj para startimit dhe fillimit të muajit të bekuar të Ramazanit. Dhe në hutbën e kaluar kemi folur dhe kemi thënë që adhurimi në muajin Sha'ban është para përgatitje për adhurimin në muajin e bekuar të Ramazanit. Në shumicën e mendjeve të njerëzve, kur afrohen ditët e muajit bekuar të Ramazanit që janë afruar me të vërtet, njerëzit kanë koncepte të gabuara lidhje me këtë muaj të bekuar në aspektin e praktikës dhe në aspektin e logjikimit. E para prej gabimeve që bëhet është që Ramazani, përkundër që është muaj I lehtësimit, na e bojmë atë muaj të vështirësive. Njerëzit mendojnë që aq më mbushur sofra me mish, aq më mbushur sofra me pije, është më afër pranimit të Allahut Azza wa Jall. E Ramazanin e vend se të jetë mbushje e zemrës, ajo bëhet shpeshherë mbushje e çoroditur e barkut. Për atë arsye, të çlodhemi dhe të largohemi nga ky paradoks, edhe të llogarizmi Ramazanin, që ka thonë Zoti, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allahu me këtë Ramazan nuk po don juve me ia vështirësu gjendjen financiare, fizike, shpirtërore, por dëshiron t'u lehtësoj juve gjërat Zotit xhelavala. Është vërtet që para Ramazanit duhet që të përgatitemi, ta blejmë harxhin, e që të mos lodhemi në Ramazan të endemi poshtë dhe nalt. Mirë po jo më u bo Ramazanin festival garash, se kush po e mbush sofrën më shumë, kush po e mbush kerrin më shumë me harxh, për shkak se në Ramazanin nuk është muaj I ushqimeve, është muaj I ibadetit, është muaj I mbushjes së zemrës, e cila zemër ka mbetur 11 muaj e zbrazur. Andaj mbushe zemrën dhe kujdesu për të, e jo vetëm barkun dhe venet e tjera. Për të arsye kush e ka kuptuar kështu Ramazanin, le ta ndryshoj këtë perceptim dhe këtë kuptim, nga se Ramazani nuk është muaj I mbushjes së sofrës, por është muaj I mbushjes së zemrës me ibadete dhe adhurime të ndryshme drejtuar Allahut Azza wa Jall, nga se është një shans e artë, e cila shans ka mundësi më nuk të jepet pas Ramazanit që po vjen pra në ditët në vijim. Gjithashtu në kuadër kësaj, në kuadër të blerjes së ushqimeve, shumica e njerëzve e muslimanëve në përgjithësinë e trojet tona, në vend se të përkrahin institucionet e veta të biznisit, ata dalin jashtë vendit. Ata dalin jashtë vendit, dikush arsyetuat me dal pak, ai qetri me pini kafe, ai qetri lirime apo ushqimet më të lira. Ne duhet jemi ata që përkrajmë një tjetrin.
sidomos në kohën e sezonave, nga se institucionet tona biznesore shumicën e rasteve mbesin gjallë edhe aktiv përmes sezonave, kur na vijnë vëllezërit nga diaspora, kur vjen koha e bajrameve, koha e Ramazanit, ato janë kohrat e tyre. Andaj, ata janë më meritor se çdo kush tjetër që t'ua trokasim dyert dhe të mos dalmi nga vendi jonë. Kjo s'pak është përkrahje morale dhe ose ata sakrifikojnë për neve, ani pse ndoshta kanë interes për veti, por neve na lehtësojnë gjanat që mos me pru punën gjatë ditës Ramazanit me shkuna për Gjilan, Kumanov, me ble harç, po e kinë vendin tonë, atë që ta ka servu ka të ndari jotë. Andaj duhet ta përkrahemi një tjetrën e këtë drejtim. Pika e dytë është, mireni fletë ndëruar vëllezër dhe xhamat, fletë e cila duhet me pas disa pyetje. Pyetja e parë është, cilët janë elementet që mua nuk më kanë lënë me shiu namazin e teravis me xhamat në xhami. I kum fal 3 teravia, po dyqysh nuk i kum shiu këtë teravi. Vetën tonde, a u bo sebeb gjua jote, ka fol kesh diçka? A u bo sebeb dikujt i ki bo padrejtësi? A u bo sebeb vesh jo që ka dëgju haram? A u bo sebeb ndeja jote me filanin? Nuk ka hatër, nuk ka respekt kura rrezikon xhenetin tonë dhe Ramazanin tonë dhe besimin tonë ndëruar i xhamat. Nëse ndeja jote Ramazanin e kalum, që ki nejt me filanin shumë, t'ka bo ty mi hup teravit, apo disa nga teravit, apo mesazhet e ti t'kanë që orientu dhe t'kanë largu nga namazit teravive, këtë Ramazan paksojnë ndejat me ta. Ose bone kusht, tash nata është e gatë, teravit janë herët, ki vak për çaj për familje, ki vak për kafe për shok, ki vak për teravi, koha është e gatë, nuk ka ankesë. Andaj mos ja jep luksin kërkujt në këtë drejtim. Vetja jote është më e dashur se çdo kush tjetër. Mos u hub komoditetin e Ramazanit, bereqetin e teravive për shkak të alanit apo filanit. Ne të preket kur doje, mirë po përpasi ka te ti feja Allahut azza wa jall dhe besimi jot. Çështja tjetër është, nëse në Ramazanin e kaluar je preokupu shumë çfarë po servohet në sofrën e iftarit tonë, çfarë po servohet në syfyr, ja ki thonë një fjalë pa ish me nanës, ja ki thonë një fjalë pa ish me grujës, a çdo syfyr hajvara, a çdo syfyr djatha, a çdo syfyr speca, a çdo iftar, këtë Ramazan mbyllë gojen. Çka të servohet thuaj elhamdulillah, gajla jote është, apo ninon që duhet, apo ninon syniot nga harami, veshjot nga harami, dhe apo i falë teravih që duhet. Kjo duhet me qenë gajla jote. Çka po servohet në iftar dhe në syfyr, pak punë për ty është. Se nuk është Ramazani muaj i ushqimeve të ndryshme, nuk është Ramazani muaj i mbushjes së barkut, por është përmirësimi i zemrës dhe mbushje e zemrës me ibadet. Nëse Ramazan nuk e mbush zemrën me ibadet, pasha Zotin e madh, e ke shumë më vështirë jashtë Ramazanit me bënë një tillë. Na po përjetojmë këto çdo ditë edhe çdo natë. Andaj këtë vit bonja vetes obligim me falendëru grujen, nanën, vajzën, kur servoje diçka, çaj, apo syfyr, apo iftar, ka haru njëherë me qitë kryp, mbyllë gojën dhe mos fol. Për shkak se ka dikush prej vëllezërve tu musliman që e pret iftarin me një hurmë, e pret taravijën me një gotë ujë në përpuset e ndryshme, e pret syfyrin, se mos po ndodh që nesër ka mundësi nuk quhet, pra i gjallë në kohën e sabahut. Për atë arsye ka thonë pejgamberi me plot të drejtë, men asbaha aminan fi sirbihi wa indahu quta yawmihi ka'annama utiyat ad-dunya bi dhawafiriha. Allahu akbar. Tha pejgamberi ai i cili çohet se ndoshë mirë, i sigurt vendin e vet, edhe ka ushqimin e asaj dite, asaj nate, ati të Allahi është, apo llogaritet të Allahi ky njeri, sikur se mja pazon Zoti dunja dhe keq ka kon to. Çka po të vinë fizhideri plot, kur nuk je i sigurt, apo bëhet luftë, apo bëhet luftë. Apo të vjen granata në shtëpi, apo të vjen granata. Çka po të vinë sofra plot, kur s'ka siguri, pasha Allahin edhe ushqimin nuk është i shumë. Andaj, kënaqu me ato që e ki pak
se je rahat, je i shëndetshëm, qosh pa gojlën së fyr, edhe del falësh në xhami pa kuni far frike edhe pa kuni far tute. Për këto punë duhet patjetër që me falendrua Allahun azza xal. Edhe me këto po përmbylli, nga se këto të mira që i kemi të nderuar xhamat, ka mundësi Zoti na merr. Ka mundësi Allahu na sjell frikë, edhe na sjell pasiguri, e pastaj e lypmi sigurinë që e kemi pas, po nuk kthehet mbrapa. Tha Allahu azza xal: "Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون." Allahu e sjell shembullin e një populli, e një fshati, e një lugine, e një qyteteti, që Allahu i pa dhonë siguri, në dytë natës me dalë, ka qenë i sigurt, se vjedh askush, nuk e mbyt askush, se ra askush. Këtë siguri e kemi vendin tonë, alhamdulillah. Pastaj thot, yatiha rizquha ragadan min kulli makan, i vjen furnizimi rizku nga krejt qoshet e fshatit, vendbanimit dhe qytetit. A ka bereqet që të rëkonë sikur që shka të na? Ta na onë për na vind mirët, në gjatas, majtas. Nëse na nuk thome, alhamdulillah, fe kefarat bjen umillah, nëse na i mohojmë të mira, fe dheka Allahu libas el gjuh, Allahu ka thonë, ku mi avesh petkun e uris, e s'dini mu ngop kur, edhe nëse sofrën e keni plot, nuk dini mu ngop, s'dini mu ngi tu hongër të pi, Allah i në rujt. Wal khaufi bima kanu yasnaun, edhe Allahu ka mja shëndru, pra sigurin në frikë, që keni me utut me dalë për shtëpijës, keni me utut me shku në xhami, keni me utut me shku në punë, se nuk ka garancë, edhe nuk ka siguri, as aspektin e moralit, as aspektin e besimit, e as aspektin e jetës. A përjetum këto në kohën e Covidit, zguxohesh me as sokak me dalë, zguxohesh me as në xhami me dalë, zguxohesh me as në punë me dalë. Kjo ka qenë mësim për neve, andaj mos ta bim punën që Allah prap me kthya gjenje kritike, e pastaj me kukat, s'po kem shka me bon shpi, s'po kem shka me bon të shpija dhe kështë më radhë. O Zotë i madhëshëm, ne jemi gabimtar, o Allah ne kemi të meta, o Zotë qa shumë të mira në kjedhon jemi qupesh, ja Rabbel Alemin, o Allah në këthjel, o Zotë në vetë diso pa denim, në vetë diso pa qërtim, që të jemi mirë njës, edhe thomi, elhamdulillah, dhe shqyqyrë për këtë të mira që në i kjedhon. Amin, amin, amin. Barakallahu li wa lakum fil Quran wa sunnah. ونفعني وإياكم فيما قلتم وما سمعتم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.